Për një moment tani, një foto që më ra në sy, doja ta ndaja me ju, është një foto e presidentit Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Është foto që është shkrepur të hënën e kaluar në shtëpinë e bardhë kur Netanyahu ishte për vizitë zyrtare atje dhe po ta shikoni me vëmendje, është një foto bardhëzi. Shtëpia e bardhë ka nxjerrë këtë foto dhe në prerin e zotit Trump, për që na ndiqni në radio, është një telefon i vjetër nga këto me kabel, po. Dhe Netanyahu është duke folur në telefon, ka dhe një letër përpara, është duke marrë në telefon kryeministrin e Katarit Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Dhe është duke I kërkuar ndjes, me sa kuptohet, kështu e kanë komentuar gjithë mediat, për sulmin që këta bën në Doha të Katarit paracakosh kur goditën atje një vend ku mendonin se ishin përfaqësuesit politik të Hamasit. Dhe zoti Trump, I cili është në një fushat për të fituar çmimin e paqes, duke se shumë I sert në fytyrë nëse shikon portretin e tij, e mban vet në prerë telefonin dhe ja ka dhënë Netanyahut receptorin pastaj që të flasi me Mohammed bin Abdul Rahman Al Thanin për t'i kërkuar falje. Ka dhe letrën që të lexoj se çfarë duhet I thotë. Disa foto tjera që kishin dalë nga ky takim, tregonin që fillimin telefonatën e ka filluar zoti Trump, pastaj ja ka kaluar receptorin këtij, po është nga ato foto domethënse, mendoj unë, ku di unë, tani në shtëpinë e bardhë ku si një mësues po, dhe lexon ai faljen në letër, Po, nuk dihet se ç'kan folur atje, por kur ndodhen sulmet, zoti Trump tha që ishte shumë I palumtur që Izraeli kishte sulmuar Katarin, që është një aleat I Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e quajti veprimin as pak të mençur në atë kohë. Kështu që po shfaros gazën ndërkohë që I kërkon falje Katarit. Po është një foto historike, mendoj, është një foto domethënse. Gjithsesi. Nuk e di se si do falet ky Netanyahu, nuk e di sa jetë do kaloj për të falur. Kam përshtypjen. Nuk e di. Asun se më sigurt për këtë. Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur në Wake Up. Pyetja e pamundur si çdo ditë ju shpërblen me një kupon nga Enzo Attini në vlerën e 100 eurove, por fillimisht duhet gjeni këtë. 60% e grave thonë se duan ndihmë për këtë gjë. Çfarë mund të jetë? 069 442 8873. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë shumë gjëra, po ju gjithmonë e gjeni, kam besim te ju. 40% e grave nuk kërkojnë ndihmë për këtë gjë. Ja dalin vetë, do thotë. Ja bëj vet. Me duart e tyre. Vrisni mendjen. Parin perdet. Që nga diçka që u bë kërka me dorë, me sa duket. E pra se shkruva ato kunjat e perdeve. Duan dy duar? Mund të bëhet me një dorë? Mund të bëhet me një dorë. Mund të bëhet me një dorë. Okej. Pra është një gjë që mund të bëhet me një dorë, për cilën 60% e grave kërkojnë ndihmë nga kush? Nga burrat? Nga burrat. Nga gratë të tjera. Nga komshiu. Po, burrin. Nga kolegët. Aty afër mund ta bëj punë. Nga mama. Kam një ide, po e lë për juve. 069 442 8873. Okej.